Lore Kajtazi, mirë mëngjes, Lore. Mëngjes, si jeni, si po kaloni? Mirë, me si po pres me pa bombën, me qenë se kur ndodhin shumë procese dhe shumë gjana të bukra, interesante, tërhece, jo të mira në jetë, unë jam gjumë. Ja ku kemi dhe Redionin, mirë mëngjes, Redion. Mirë mëngjes, si. Besoj që ju keni arritur me kuptu mjaftueshëm se çka ka ndodhur në mes të Drilonit dhe Xhenetës, në mënyrë që më ju tregu dhe shikuesve. Çka ka ndodhur, Lore? Ndoshta ma shumë se mi komentu, i kishim dëgju mas pari, pjesën e parë mundem me dëgju, ta na komentojmë pak, ta na dalim edhe pjesa e dytë. Hajde. Ta na edhe reagimi i Drilonit. Apo një është më mira, tu ka ikë mërzia për përgjesin. Hej, që e të bo? Ku zhote e? Që po rrje dhe o në më tute, më në thash kush po më që më voj, sa kështë? E që shpo një zonë i kejtë ndryshe, do. Pse? Së di, nëse mos me të një zonin. Që shi, e ke marrë vetën e që? Beni ku më po të e? Po mënona. Te ku je këtu në Kosovë ala, po? Po, janë në Kosovë ala. është një farë fune. Du me full me ty. Vërë një farë tjese, po s'po du me full nga për telefon. është qaja tema që kena pas me fullim bega, diçka tjetër? Jo, diçka tjetër. Po është diçka tjetër, ka punë diçka me diçka tjetër ka punë. A kam lidhje onë në atë punë? Duke që po. Duke që po, për shata, a je Prishtinë që sot? Po, në Prishtinë, ja. A ke planifikuar sot natën, a jo? Jo, kur gjë. Oke, ku të shkruaj sot natën, hajde del, edhe folim kërkut, shpejt, oke? O, bo, mos tani, në veç kallëzëm kur djesh, këna i Prishtinë. Oke. Hej, me ka një? Vetë që po i në kjarë. Hej, Xhenet. Ku je? Banes. Qa po bojmë? Qysh qa po bojmë? Apo më kalëzën lidhe me qka është poshë zotin? Jo, po ka shumë lidhe me shumë sane, po me ty, u shumë do nuk foli kur njët në telefon, kur e Xhenet. Driljan. Apo del? Kalëzëm lidhe me qka është, në të kalëzëja dalas dalë. O, lidhe ka me ty. Edhe me kanë. Me shoa nuk foli, bre, se i din më në mërvesh, nuk foli. O, pasha zotin, nuk i kalëzoj kërkujna. Xhenet, nuk është do veç ka zonë kërë. Nëse del, normal që kina me bo që ashtu që mos me po kërkush. Nëse s'del, ka zonë që me abo. Ja, po je kam tut vëlla, nuk po du më dalë. Nëse do ma thonë qëto, thuma, nëse s'do, s'ka shka me të bo. Ja, nuk mëjë. Ku e shkira qanin goti. Që po ty ben më shërë ty t'ka hupë të rune, se s'den as me vëzit. Jo, po i në qanin këtë, kuso që shviti. Pjesa parë. Hajde tregona pak a shumë ta komentojmë pjesën e parë, nisur me ty këtu në studio, Lorek. Po di qa me thonë, që shumë interesant, kam lexuar shumë komente, kam lexuar shumë njerëz që tash pe linçojnë Drilonin edhe pe gjuhën shumë. Mirë po në mendoj që dash më japni pak hapësirë që ai me usqaru çka problemi. Në fakt ai ka dalë ma vonë me një pala pa reaguar Drilonin, njerëz kanë nisë me hamendsu, jo ka dash me dalë me Xhenetin, jo ka mendu kështu, jo ashtu. Mi po prap nuk jem të ditë fort sakt se çka ka ndodhur, për shkak se në videon ma vonë që kena me lëshu, e shohim se çka ka thonë Driloni nuk pe foli paraprakesh, para se më japë shumë njerëzve, besoj shumica e kanë pa në rrjetet sociale, po në televizion nuk e kanë dëgjuar, alo? Kështu që pe Redionin me një mendim më një herë. Redion, një mendim për këtë video që e dëgjuam së bashku. Realisht nuk di se kështu si një bombë që e qoj Xheneta në brënd, ku askur se priste. Nuk e di, ndoshta është një lloj karme që Xhenetës i ra në dorë pasi nga Driloni ajo, le të themi, është gjuajtur, është komentuar keq,
sharë brenda Big Brother, që ndoshta Driloni ka dashur t'i bëj një reng, ta marri tek rruga B, ajo rruga e famshme. Nuk e di realisht, pasi edhe Driloni nuk është se është sqaruar shumë në reagimin që ka pasur, nuk e di nëse mund t'jetë lojë, po nuk e besoj, pra ka ende shumë dyshime pasi është një gjare që është treguar vetëm brëm edhe presim lecemi që të kemi zhvillime edhe këto ditë. Mirë, po e dëgjojmë videon e dytë, që ka paraqet pak a shumë? Video e dytë fillimisht është një pjesë ku Driloni thotë nuk du me pas kur kontakt me ty Gjenetës. Gjatë pjesës e Bigut kër ka qenë, Gjeneta e ka marrë atë pjesë, e ka postu tash këtu dhe me këta shqysh Driloni, po e lutë këto me dalë, ndërsa para prakesh në Big Brother ka thonë nuk kom qef. Kjo gjithmonë si pas që ka postu Gjeneta. Po dhe ashtu kemi pa të gjithë edhe në Big Brother atë pjesën ku Driloni thotë që s'do me pas takime më me të. Atë dëgjojmë? Të kusur që shvitjo ma. Tuti me puthje me shku, po thëmë. Pos karakterin ta, a di qa kësha bo, i kësha mbitë vete. Bejba kërkush valore më donë Gjeneti. Fa, Gjenet, je që bo punën kesh. Pse? Pa lidhje. Po pse? Gjenet, veç pak nga. Një tham po tham. Une nuk du më po me kërkan, okej? Po. Që tash për momentin. Kështu, me tjetër kanë, me dalë, më po, kur njetë. Hej, po qysh mujnë me avo? Po kalëzëm, pro në lidhe me qka është të në dalë poshtë. O, tash, tuti, Hut. Ha, hot. Nuk ke shumë probleme gjithë ki farë hotel të mutit, se u pështjela. A je konë në Tirana? Po, Që kalove? mirë. E takove Sarën, qyshesh? Po, i kom taku shkurt, pas jam shku për Sarën, ka pas për një punë jam shku. Ora 5 sa bojt të si flejt halë rrugve. Jam mërzit për shtyjës, Gjenet. Kesh, a di që da, kesh të rruga B, jam habite, i kom shku një shok atje, edhe nuk po ma kap telefonin e shoki ma, edhe tani po më ronë manë që keve ti pozit këtu, se ma përmanë që s'kom po pa shoki më kam përmanë që i ka këtë. Po i më kanë loja me shoqe. Po e tani thash, oke, nashta e din, nashta e quti, se o pështjela tje, që ishtë po pje kuna e për kallve. Po se thiri kërkanon e Drilano. Se ke taku kërkan Bigut? Jo, Pse? se nuk du mu me me ta ma. Përveç teje, Gjenet. Që ishë mërë së më thirë kur për kallve? Se thiri mërë kërkanon e. Mirë, përshet një flirt në mes të Drilonit dhe Gjenetës, por kemi dhe reagimin e Drilonit e ndjekin sepse jemi shumë keq me kohën, e ndjekin tani. Roma, për krejt ata që i kam pas storin edhe shikus të mi. Që shikini po vetë, ka do një video, po ata që i din që jam, ju du të me di që nuk është ashtu. Une jam kam një djallë që e njaja shumë mirë, edhe që është publik, njën edhe ju. U ka direkt mas Bigit që jove e por, edhe nuk i di që shumë erë, po ja kum nis pak me lujt edhe me nguc, hala jam konë big dyqysh me kry, edhe kom dosht me vazhdu me lujt. Edhe ka dit bile që jam të lujt, se vetën ka tha mos pëdon me dalë të rruga B, ti me majt fjallin që ke thonë big anej knej, ka orë që ashtu, me lujt me ta, me nguc me atë djallin, edhe po, ata e thanë janë ka veç fjall, unë e ri veç me njerës që i du, edhe atë një prej ditës parë nuk i kom dasht, si qysh edhe gati këtë shqiptaria nuk i dënë. Po ky njeri ka qef me konë vëmendje, gjesti nuk ja japi vëmendjen, tash vjen normal të Driloni. Mirë, sepse po pak a shumë provu me kuptu se qka ka ndodhë, diqka kuptum, diqka për Driloni s'kuptum, është shumë i paqartë këtë djallë me këto veda pa ftyrë, pa ku je njës, kështu ku e ki PR-in, ku e ki njerës afer vete. Redian, se komenton të gjithë këtë histori që ndodhi? Realisht e kemi parë Driloni brenda në Big Brother të edukuar, tani po na befason e këtë Drilon, edhe unë u çudita ku e pash këtë video në terë, njeriu del në dritë edhe tregon që bëra një gabim, doja ta provokoja.
kërkoj ndjes për ndjekësit e mi nëse ju kam zhgënjyer. Nga ana tjetër është interesante si le të themi qaset Driloni për Xhenetën, se çfarë nuk i ka thënë brenda në bik edhe ka dashur të provokoj këtë Xhenetën, kur ne kam thënë është nëna e lojës, është nëna e Big Brotherit dhe ajo ka incizuar çdo gjë duke ditur që ndoshta do të ishte një kurth ku ajo do të shkonte tek rruga B, ndoshta Driloni mund ta linte në rrugë, pra donte që ta dëmtonte. Lorek? Shumë interesant, nuk po di edhe çka me fol ma shumë para se me usqaru këta më tutje. Kem pas reagime të shumë njerëzve, shumë ftyrave dhe me që Xheneta ka me ndjek ligjerisht për këtë gjë që ka bo me Drilonin, për shkak se e ka shkel privatsin. Mirë po mendoj që kjo ka qenë paksa një njoll që kam imbet Drilonin në karrierë, pavarësisht Drilonin kjo mundet të mos më ndiku fare dhe me vazhdu kjo jetën e tij. Mirë po një këshill e kisha pas për të, për shkak se nuk është djali i keq, është shumë djali i mirë, mirë po duhet më kuptu që Big Brother ka përfundu dhe tash duhet me pas shumë kujdes çka po flet, për shkak se është fituesi edhe ka fanbase-in ndoshta më të madhe mbi këtë banorëve që kanë qenë aty për jashtë gjestin, prej tjerëve pas tjerëve Driloni është me fanbase-in më të madh, edhe ka më xhiku duhet më rujt sa më shumë këto kontakte që i ka me të tjerët, sidomos për shkak të fansave që i ka. Mirë, faleminderit shumë për këto informacionet që na i solle sot Lorek. Redion, faleminderit shumë nga zemra për paraqitjen tënde, besoj të takohemi përsëri nesër me Redionin dhe me Lorikun. Faleminderit shumë. Miq dashur, shkoa tani për parashikimin e motit.